Unë të shë në Mitrovic, edhe në Mitrovic e kryme, edhe në Mitrovic e kitë kryme, Arjan Tahiri e ki kryetar, sigur të ki. Nuk pëjmojnë azilë të ishtë, del jetoni. Jo, jetoni, po të kalzoj. Nuk pëjmojnë azilë, del jetoni në ratë. Jo, del jetoni, për të qytetare e vëtën. Se jetoni së është aty që i bën votat, o qytetare që i lësën. Në zgjedhjet kanë ditë me posë edhe befasira, kështu që edhe në balotazh asnjë kryetar nuk e merr për të mirë qenë, edhe ata që kanë qenë të kalumt, po edhe këta që garojnë nuk e morrin për të mirë qenë fitoren, për shkak se ka shumë parti politike që mobilizohen gjatë gjithë fushatës, po ngecin në konkretizimin e votës në ditën e zgjedhjeve, që çaja është më e rëndësishmja. Na kemi për shembull organizimin e LDK-s për zgjedhje nacionale, po te kutitë e votimit nuk dilshin njerëz që kanë qenë të vim, dule treta, për që ata është pak probleme fol me siguri të plot, se nëse i kishim kushtu vëmendje fushatës edhe pamjes vizuale të fushatës në zgjedhje nacionale, LDK ne kisha prit parën, as tretën jo, për që në kutitë e votimit flet sovrani, kështu që prandaj e shoh me siguri të plot na pënon për që nuk foli asnjëherë, po thjesht analizoj trendin se nga po shkon. Shën një presion jashtëzakonisht madh kundër Arjan Tahirit në Mitrovic, është mobilizuar, kështu le të themi, e gjithë vetëvendosja më duket me fitu Mitrovicën, po mendoj që është edhe pikë strategjike tyne me fitu, për shkak se nëse humbin Mitrovicën, unë mendoj që kish me qenë këgjatë dëm për to, për shkak se shumicën e pjesës fushatës nacionale, po edhe lokale.